duhet me kushtu shumë vëmendje pyetjet që e bëjmë, sepse çdo gjë që përjetojmë është përgjigje e tyre. Kur në ndodh diçka që në mundon ose një problem, nëse pyesim pse më ndodh kjo, pse ai personi më bëri këtë, pse jeta po më vështirëson gjithçka, kur vazhdimisht bëjmë këto pyetje, mendja fillon të kërkoj vetëm përgjigje që i përforcojnë ato. Dhe pa i kuptuar, vazhdojmë të përjetojmë njëjtë problema. Por kur e ndryshojmë pyetjet, çfarë mundësi kam, si mund të ndryshoj jetën time, çfarë të bëj për me realizu këtë. Prandaj, kur ndryshohen pyetjet, ndryshohen edhe përgjigjet. Kur ndryshohen përgjigjet, fillojnë të shfaqen mundësi që më herët se kemi parë. Në fund gjejmë ata që kërkojmë. Prandaj, kërko të mirën që të gjesh të mirën.